thembrat e lakrorit. Kështu jo theshte nanu. Tash i dhe unë kështu do t'ju them si nanu. Tani do ta hedhim në qerep. Është gati ky lakrori për ta hedhur në qerep dhe për ta pjekur. Ta mbajmë pak kështu që t'iki ajo grama e tymit. Gjarpin. Nuk këto, aq do. Shumë i holl është. Tani e lyem me gjalp, Me gjalpin e fshat. Mamaja time i bente pak djellë këtu në mes dhe i bente një kështu, diçka këtu. Dhe i hidh pak ujë që të zije pak gjella. Kaq. Se është bërë shumë dhe mos na i digi. Nuk e vem në zjarr. Tani është gati. Lakrori. Sa mirë duket. Kjo është tradita me shishme në fshatin tonë Mokër. Po si s'kini portuar të bëni ka shumë As i qerep? çik sportojmë. E jeton gjatë qerepi? Jeton, po të kesh kujdes, jeton. Në shumë zjarr ose varet punimi që do ta punoja e nusja ose mamaja time që i bante. Një qerep shkonte 1 vit, 2 vjet. Në këtë matësi bëni gjithmonë qerepët apo i bëni në matësi më të Po edhe më të madhe, edhe më të vegjël, s'ka problem. Kush e di sa i shishëm do jetë? Tani edhe mund t'jetë dhe mund mos jetë, se qerepi na ufto.